Zoti Haradinaj, a do të pranonit një takim me lëvizjen vetëvendosje në rast se do të pranonit një ftesë nga Albin Kurti? Po zoti Limaj, nuk e di përveç për të. Në ndryshim nga seancat e mëhershme, kurse dini kemi dhënë një zgjidhje, pra me propozu kandidat tjerë unifikues. Nëse kjo ndodh, me siguri se sot do të votohet, pra nëse ndrohet kandidati, në të rast kandidatja, nëse jo, po më duket se do të jemi në situatë njëjtë. Zoti Haradinaj, a do të pranonit një takim me lëvizjen vetëvendosje në rast se do të pranonit një ftesë nga Albin Kurti? Personalisht jo, po zonja Time Kadrije, që është një kryetare e Aleancës, ka autorizim prej meje, prej kryesisë që të konsultohet me zotin Dari, ai i cili po udhëheq me seancë. Takim partijake është fjala për një... Jo, nuk e vlerësoj. Për te dy emrave që i keni dhënë, a do të ishte zoti Konjupca, një emër që do të mund ta zhbllokonte situatën? Po, ka edhe shumë emra tjerë, besoj ne kemi cek ka dy zonjat, ashtu me qenë se ishte zonë kandidatja, po ka edhe emra tjerë besoj. Po zoti Limaj, nuk e di përveç për te. Rina kemi punë me shansën e kaluar të bledës, pse kështë obligime të ujat apo tash mos bëjë rutinë edhe monotoni në seancën? Jo, nuk është monotoni, është nder me në kuvend, nder është me i kry detyrat që i kemë, po ka qenë përgjitori masakrës Mejës, edhe unë jam i asaj zone, shumica atyre njerëzve janë edhe, mos me thonë edhe familje, e kanë shfrytzuar rastin pastaj me qëndru edhe në përvitor të luftarëve, në Prilet, në Shaptej, në Shkivjan, martirëve, pra ishte një ditat të pagjiturve, dhe ajo më obligon. Nga vetëvendosja u gëzuan temin hipotetikisht që ra numri i votave kundër, me mungesën e juve që disa deputetëve nga partitë e tjera, po ashtu. Qëni kjo tash e vërtet që ka kalu shumë kohë nga lufta, nga masakrat, po janë disa data që është vështirë me anashkalu, pra masakrën e Mejës është e pamujshme me anashkalu, sidomos për mua që jam i asaj zone, edhe nuk duhet me pas në një keq kuptim të drejtim. Unë mendoj që edhe e kuptoj që në fatet kushtetuese, po edhe kur caktohet një seancë, duhet me i marrë parasysh edhe këto ngjarje, se edhe këto janë ngjarje të mëdha.